Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Eroi ynë kombëtar, Gjergj Kastriot Skënderbeu, ka lënë gjurmë jo vetëm në histori, por edhe në artin shqiptar. Shoqata Jehona e Malësisë së Madhe, e cila është promovuese edhe e këtij libri epos, një libër i artistit të njohur, fotografit Vlasov Sulaj, autori mjaft të çmimeve artistike në fushën e fotografisë, i cili ka sjell diçka të veçantë, një proces krijues jo vetëm nëpërmjet skulpturës të artistit Adrian Preka, i cili krijoi veprën e Skënderbeut, po nëpërmjet artit të tij fotografik. Skulptura nuk është dhënë vetëm në dimensionin e saj tredimensional, por është dhënë si një proces krijues. Një proces krijues i veçantë, jo vetëm i artit të skulpturës, por edhe i detajeve të dhëna nëpërmjet fotografisë së fotografit Vlasov Sulaj. Gjurmët e gishtave në balt, apo piktura e skulptura e heroit ton kombëtar, detajet e saj në bronz, hap pas hapi, tregojnë një vlerësim të asaj pune dhe të skulpturës e heroit ton kombëtar të vendosur në Tuzë të Malësisë së Madhe. Janë malësorët e Malësisë së Madhe, shoqata Jehona e Malësisë, shoqatat Malësia e Madhe në New York dhe Kaliforni, të cilët kanë krijuar dhe kanë organizuar e kanë botuar dhe këtë vepër artistike në fotografi bardh e zi të fotografit Vlasov Sulaj. Ky projekt nuk është vetëm një dokumentim i një vepre arti në krijim, por një reflektim mbi vetë thelbin e fotografisë si medium. Fotografia e dhënë në përmasat e saj bardh e zi, jep copsat e skulpturës të fotografuara gjatë procesit të krijimit. Zgjedhjet e fotografimit në bardh e zi bëjnë shkrirjen mes kufive të detajeve. Çdo detaj, çdo vij është në tekstur që nga balta deri në bronz e nuk është thjesht një pjesë e monumentit, është një dëshmi e përpjekjes njerëzore për të realizuar artin e mirëfillt, pikërisht skulpturën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Ne do të jemi këtu me mikrofonin ton për të marrë në fotografinë ton në këtë rast, por në televizionin ton diskutimet e ndryshme edhe pjesëmarrësit edhe autorin për të marrë detaje nga procesi i tij artistik, sepse është një krijim i dyfisht artistik, jo vetëm i skulpturës, por i dhe detajeve në fotografi të këtij krijimi. Do të vazhdojmë të ndjekim pikërisht këtë event organizuar nga shoqata Jehona e Malësisë. Zonja dhe zotëri, në mbrëma dhe mirë seminar në promovimin e librit artistik e host dhe ekspozitës të fotografit, autorit dhe artistit Vlasov Sulaj. Fotografia është puna e fotografisë e cila ka pasqyruar punën e madhe që është bërë në realizimin e përmendores të Gjergj Kastriot Skënderbeu në Tuzë të Malësisë së Madhe. Dhe kjo është vepër gjithashtu e skulptorit të mirënjohur që sot e kemi të pranishëm midis nesh, Adrian Preka. Është një kënaqësi e veçantë që sot kemi midis nesh artistë të komunitetit tonë gjithashtu, artëdashës, të gjithë ju të pranishëm, aktivist në diasporën këtu në Michigan, gjithashtu edhe më gjërë. Një falënderim për artistë të tjerë që na kanë ardhur nga Shqipëria, i kemi këtu të pranishëm, një urojmë mirëseardhje. Është vërtet për të vlerësuar dhe është shumë bukur që ka ardhur koha që të farë një bashkëpunimi dhe përkushtimi të përbashkët sot. Distanca gjeografike nuk përbëjnë më një pengesë për artistat shqiptarë, kudo që ato ndodhen, në ande ose në diasporë, për të pasqyruar
artin dhe punët e tyre të bukura të mrekullueshme që ne na bëjnë të gjithë krenar aty ku ata i ekspozojnë. Dhe kjo vjen dhe një falënderim i veçantë i shkon shoqatës Martësia e Madhe në New York, shoqatës Martësia në Kaliforni dhe shoqatës Jehona e Martësisë në Detroit. Natyrisht shoqata të cilat kanë bërë të mundur, kanë kontribuar fort në realizimin e përmendores e bustit të Gjergj Kastriot Skënderbeut, vendosur në Tuzë të Martësisë së Madhe, në promovimin e librit Epos dhe në ekspozitën e fotografisë të fotografit Vlasov Sula. Është kënaqësi e veçantë që përveç artit të tij të bukur që e ka sjellur sot dhe ne të gjithë do ta shijojmë së bashku, unë kam kënaqësinë të tregoj të gjithëve ju që autorin, fotografin Vlasov Sula e kemi sot të pranishëm, mirë se vjen në Michigan. Unë jam Julia Gori Paparisto dhe tashmë kam kënaqësinë që të ftoj kryetarin e shoqatës Martësia e Madhe në New York, Senat Dulandaj. Përshëndetje për gjithë të pranishëm, në emrin tim dhe të shoqatës Martësia e Madhe në New York, ju përgëzoj dhe ju falenderoj për ardhjen tuaj dhe prezencën tuaj në këtë stabiliment kaq të bukur, sikur kjo qendër e kulturës dhe arsimit Mekong Community College. Sikur folsi i parë, mos mendoni se kam ndonjë merit të veçantë, por thjesht në cilësinë e kryetarit të shoqatës më të vjetër të komunitetit tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është shoqata Martësia e Madhe në New York. Dhe që para jo më shumë se 2 muaj, celebruam 30 vjetorin e themelimit dhe veprimtërisë së saj të pandërprerë. Dhe ju falenderoj grupin për respektin që më dhat. Unë po ndjej vërtet emocion dhe kënaqësi që u takuam për këtë event ekspozit dhe promovim për mua historik, kulturor të artit modern dhe bashkohor, bi skulpturën e herojit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit Skënderbeut, performuar nga profesionistët e skulpturës dhe të artit fotografik shumë të mirënjohur, dhe në emër të shoqatave malësore i përshëndesim dhe jurojmë mirëardhjen me një duar trakitje të madhe autoret e kësaj ngjarje, Vlasoj Sulaj dhe Ardian Pepa. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Ardian dhe Vlasov, sigurisht ju jeni sebeti i kësaj mbrëmje, por neve jemi si shoqata sebeti fillestar gjithë këtij procesi të një ëndre të madhe që kemi pritur me dekada dhe që fatmirësisht me shumë përkushtim kjo ëndër u bën realitet me vendosjen e shtatores së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Tuzë të Malësisë. Kjo ndolli edhe fal administratës së komunës së Tuzit, e cila gëzon komunën e plot që 5 vite dhe vetë qeverisën nga shqiptarët e trollit vetë. Pra vetë fakti që dëshmon që se çka do të thotë kur je zoti i vetë në shtëpinë e vetë. Që nga vitet 50-ta, prej shumë halleve diskriminime, padrejtësive, kushteve mizore që pati Malësia, malësorët u detyruan dal ngadalë të emigrojnë, dhe që asaj kohë sot shumica e malësorëve janë përqendruar pikërisht këtu në SHDA. Pothuajse nga të 2 polet e saj, nga New Yorku, Michigani e deri te Kalifornia, te kjo tokë e shenjtë, te ky popull mik i shqiptarëve, ku shumica dërmuese e këtyre zotëve u shpërngul në Michigan. Dhe kjo është arsyeja më e madhe e kësaj rradhe që zgjollën Michigan, sepse Michigan është zemra e diasporës malësore.